Fillimisht duhet të urojmë popullin shqiptar të Kosovës për procesin etik të zgjedhjeve. Në radhë dytë duhet të themi që zoti Kurti erdhi në këto zgjedhje, në zgjedhjet e 28 dhjetorit, jo vetëm me një kundërshtar siç ishte opozita, por i arriti të mundi Beogradin zyrtar me Aleksandar Vučić, nga ana tjetër arriti të mundi një pjesë të Shkupit me Ali Ahmetin dhe nga ana tjetër mundi edhe rivalin e tij më të madh, gjykoj, zotin Rama, kryeministrin e Shqipërisë. Ta nuk garonin në ndeshje. Jo, lutem tani. Në ndeshjen e Kosovës. Unë jam etik, qëndroni edhe ju etike. Dua të them që Kosova doli nga një gërgj dhe nga një udhëkuq tepër i rrezikshëm. Mos harrojmë që opozita nuk e shikon popullin kosovar si në spektrin e nacionalizmit apo në spektrin e kombëtarizmit. E shikon popullin kosovar me sytë e ndërkombëtarëve.